Ceremonia hapjes së shtëpisë së kulturës në Mushtisht mblodhi personalitete të ndryshme artistike dhe përfaqësues nga institucione të ndryshme. I pranishëm në këtë ngjarje ishte kryetari i komunës së Suharekës, Bali Muharemaj, i cili në një fjalë rasti theksoi se me përurimin e këtij objekti po ju ofrohet një hapësirë funksionale të rinjeve tanë. Dita shkollës edhe është një festë shumë rëndësi, po bëhet përurimi i shtëpisë kulturës në fshatin Mushtisht. Prandaj qytetarëve të taksa dhe këto mjete janë të qytetarëve të komunës së Suharekës. Pra mundësue me ato taksa të bëni shtëpi kulturës, të mundue edhe ma tuti me vazhdu traditën që ka pasën afërdita si shoqëri kulturalistike. Obligim mes ose jes të arsimtarë të muzikës të punu ma shumë me kushte ma të mira, jo që kanë pas kushtet në Livaku, kur kanë punu të fillu për vite pësate pesa, edhe besoj që për kësaj shtëpi kulturës ka medalje dhe shumë talent të ri. Kryetari i fshatit të Reshat Selimi u shpreh se ky objekt do të shërbejë si një vatër e pasurimit të jetës kulturore dhe shoqërore. Sot Mushtisht dhe banorët e tij kanë një ditë shumë të veçantë. Pasi që duke festuar ditën e shkollës, po e bëjmë përurimin e shtëpisë së re të kulturës, e cila dhe me nder dhe krenari do ta bartë një emër shumë të dashur dhe të çmuar për të gjithë ne. Atë me të cilin para 5 dekadave u pagzua krenaria jonë, shoqëria kulturore artistike mushtishtase afërdita. Drejtori i shkollës Edi Durham Fehim Beluli, hapjen e këtij objekti e vlerësoi të një rëndësie të veçantë, pasi sipas tij, fshati Mushtisht ka pasur nevojë për një investim të tillë. Sot këtu jemi ndedhur jo vetëm për të shënuar një përvetur tjetër të jetës dhe veprimtarisë sonë arsimore, por edhe për të përjetuar një moment historik, përurimin e shtëpisë së kulturës, afërdita, që tashmë do të jetë një vatër e vërtet e artit dhe traditës për komunitetin tonë. Një falënderim i veçantë për kryetarin e komunës Zotëri Bali Muharemaj dhe të gjithë ata që kanë kontribuar në realizimin e këtij projekti. Ndërsa bilbilat e këngës së Mirëfillt shqipen nga ky lokalitet, Shkurte Feza, Shyrete Beluli dhe Remzi Osmani uruan bashkëvendasit e tyre për përurimin e një vatre të artit, për të kultivuar traditën që ka Mushtishti për kulturën tonë. Dua që ju ta gëzoni dhe ta dëshmoni, sepse Mushtishti dhe gjithë komuna e Suharekës ka shumë talent, prandaj gëzoni dhe gëzuar edhe inshallah veç me suksese. Njerëz më dashur dhe më të mirë janë të mirë këtu që u rrita, këtu që zhvillova këngën, aktivitetin tim, kështu që për mu jeni më të mirë, faleminderit shumë. Jam shumë e lumtur që sot jam këtu para jush. I përshëndes të gjithë ata që kontribuan, së pari për përurimin e shtëpisë të re të kulturës, me emrin më të mirë afërdita. Gjithashtu përshëndes edhe të gjithë ata të cilët kontribuan për shoqërinë afërdita. Kjo shtëpi e kulturës nuk është vetëm një godinë, po është edhe një inspirim për gjeneratat e reja të cilët duan të arrijnë qëllimet dhe ata të cilët kanë talent, do të thënë e kanë një vend ku mund ta shprehin talentin e tyre. Ndryshe, ky manifestim u përcoll me aktivitete të ndryshme të përgatitura nga nxënësit e shkollës Edi Durham me një program të pasur artistik.